Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Të dashur medresista dhe medresiste, ju përshëndes në këtë muaj të bekuar, në këtë muaj të shenjtë për ne muslimanët, dhe elus Allahun subhanahu wa ta'ala që veprat tuaja të mira, të cilave i paraprin agjërimi, Allah subhanahu wa ta'ala t'i shoqëroj shpërblime të shumta. Gjithashtu përshëndes edhe krejt stafin e medrezës, ato burra, ato gra, ato njerëz bamirës të cilët punojnë ditë e natë, mund të them, në mënyrë të tillë që ju të shkolloheni, të edukoheni në një vend të posaçëm, në medresen Haxhixhe Shamia, e cila megjithse juve nga që keni vite, keni kohë që shkoni, hyni e dalni në shkollën tu, ju bëhet një diçka normale, po në vërtet medreseja Haxhixhe Shamia, medreseja e Shkodrës, është një prej atyne shenjave, një prej atyne flamujve të muslimanëve në kombin tonë. Aty ka qenë mirësia Allah subhanahu wa ta'ala, ju mund të mësoni dijet fetare dhe bashkë me dijet fetare mësoni atë shkencën ose ato hapat e para drejt shkencës. Si që thash, gjatë urimit tem jemi në muajin e Ramazanit, i cili është muaji ma i famshëm për muslimanët, ma i famshëm i muslimanëve gjithashtu, me qenë se nëpërmjet muajit të Ramazanit ne identifikohemi në disë popujve. Gjatë ti muaji, ajo që njihet me shumëta, sikurse ju e keni ngjuar edhe nga hoxhallarë të tjerë, është agjërimi. Pra ne rrim pa ngrënë e pa pi për një pjesë të ditës, dhe mundohemi me shpirt pastaj, me qenë se ke ishte pjesa fizike, që të largohen nga ato gjunahet të cilat i bajnë njerëzit në përditshmërinë e tyre, duke mos i dhënë atë rëndësinë që ka faktikisht çdo gjuna. E keni ngjuar shumë shpesh gjatë tyne netve një ajet kuranor ku Allah subhanahu wa ta'ala na tregon arsyen e këtij adhurimi, arsyen e obligimit të agjërimit, ku ai larti dhe i patë meta thot wa kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Pra ju a kena bë obligim juve agjërimin, ashtu sikurse e kena bë obligim agjërimin edhe popujve të tjerë para jush, në mënyrë që të bëheni të devotshëm, duke shpresuar që kjo do t'ju bëj prej të devotshëmve. Pra, Allah subhanahu wa ta'ala nëpërmjet kësaj praktike, nëpërmjet agjërimit, nëpërmjet rregullave të ndjekjes të agjërimit, kërkon ose shpreson që ne të bëhena prej atyne njerëzve të devotshëm. Çfarë është devotshmëria? Për devotshmërinë kanë fol shumë, por se ajo ndoshta që për mendimin tim i përgjithson të gjitha ato fjalë është angazhimi. Pra devotshmëria është angazhimi që i bën robi i Allahut duke dashur me e rujt veten e vet nga dënimi, e në të njëjtën kohë punë që i bën robi i Allahut duke dashur me afru veten e vet tek shpërblimi i Allahut subhanahu wa ta'ala. Është shumë interesante pra që agjërimi don që ne me na bë për njerëzve të devotshëm. E devotshmërinë si arrin muslimani, duke dashur me bë një analogji me vendin ku ju mësoni, edhe me fjalët e Allahut subhanahu wa ta'ala, më kujtohet një ajet kuranor ku Allah i larti dhe i patë meta thot inna ma yaghsha Allah min ibadihi al ulama. Me të vërtetë që ata njerëzit më të devotshëm, ato njerëzit më të nënshtruar, ato njerëzit më të bindur ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala janë dietarët. Pra është një fjalë të cilën kohët e fundit ndoshta e keni dëgjuar shpesh, por se rëndësia të cilën ne i napim është e vogël. Kujtoj që një prej atyre presidentëve amerikan gjatë fushatës së tij zgjedhore i thonë të njerëzve you can, ti mundesh. Unë o musliman du që me ju kujtu që gjatë këtyne ditëve që ju keni agjëru, keni najt pa hangë, keni najt pa pip, në një farë mënyrë keni vujt një munges të cilën e keni pas të lejuar, e keni pas të përditshme. Ramazani i mëson njerëzve që ju mundeni. Pra kur mundesh me najt pa hangë e pa pip, mi rezistu sakrificave, mundesh, po pse jo, me mësu ma mirë, edhe më ba prej atyne të diturve,
të cilët i ka livdu Allahu subhanahu wa taala duke i cilësu për i muslimanëve më të mirë, sepse në qoftë se më të devotshmit janë muslimanë më të mirë, e kush janë më të devotshmit? Janë ata më të diturit. Pra muslimanët më të ditur janë muslimanët më të devotshëm. E Allahu subhanahu wa taala që thot: inna akramakum inda Allahi atqakum, me të vërtet që më të mirët, ato njerëzit më të ndershëm, ata njerëzit më të lartë, ata më të preferuar tek Zoti juaj, që kanë pozitën më të mirë tek Zoti juaj, janë ata njerëzit të cilët janë më të devotshëm. E kush janë më të devotshmit? Më të diturit. Ndaj, me qenë se shikoni që sakrifica të cilën ne po e përjetojmë gjatë Ramazanit u kaloka, mësohet njeriu me tepër hatër të Allahut subhanahu wa taala, duron dhe shpreson që ne të arrijmë shpërblimin, pse jo të mos sakrifikojmë duke u angazhu ditë për ditë me u bë prej atyne muslimanëve të ditur që janë edhe më të mirët. Ndoshta në këtë mënyrë do gjeni atë frymëzimin që ju ta largoni atë monotoninë e përditshmërisë në shkollën tuaj edhe të garoni ashtu sikurse e kanë pas mod, ashtu sikurse e kanë pas angazhim personal njerëzit më të devotshëm të historisë, të garoni për me kanë më të mirët. Faktikisht kjo dia e cila përmendet në këtë ajet, pra dia e cila të devotshmëria nuk është në mënyrë të ngushtë dia fetare, jo, është përmend një dije e përgjithshme dhe do të mundohem me ju a shpjegu pak se si ka mundësi që i flitet jo vetëm për dijen, për njohjen e librit të Allahut, njohjen e sunetit pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, njohjen e fesë ndërsi, por se bën fjalë për dijen në përgjithësi me anë të së cilës e ka kriju Allahu subhanahu wa taala universin. O vëllezër musliman, faktikisht njeriu e rrit atë devotshmërinë e tij në dy mënyra sipas mendimit tim. Ndoshta për atyne dietarëve të hershëm apo të vonë kanë dhënë një përkufizim jo kaq përgjithësues, po të paktën qëllimi jam është për me këshillu në këto dy gjëra. E para është duke e njohur ne Allahun subhanahu wa taala. Pra kjo është ajo dia fetare. Sa më shumë që ne ta njohim Allahun subhanahu wa taala, aq më shumë jemi të bindur, të përkushtuar, shpresojmë tek ai. E dyta është dia, është hapi i parë i cili i mundëson njerëzit me bë ato punët e mira për të cilat Allahu subhanahu wa taala ka premtuar. Sepse sikurse ju e dini, besimi është dije edhe punë sipas kësaj dije. Pra njeriu nuk mundet me besu një diçka pa e njohur, e në të njëjtën kohë nuk i vërtetohet besimi i tij nëse nuk punon në mënyrë të tillë sikurse i mëson besimi i tij. E pa dyshim që besimi islam, Allahu subhanahu wa taala nëpërmjet kësaj feje i këshillon, i urdhëron, i mëson musliman që me bë prej punëve më të mira. Me bë prej punëve më të mira. E këto punë nuk mund t'i bajnë njerëzit e thjesht njësoj sikurse njerëzit e ditur. Pra, ato njerëzit të cilët kanë dije fetare, kur vjen puna me lexu Kur'an, lexojnë më shumë, kur vjen puna me bë ato adhkaret, ato dhikret, i bajnë ato në mënyrë më të përsosur, e kështu me radhë, ibadetet i përkryen. E kur vjen puna me bë për atyne punëve të cilat janë të lavdëruara, padyshim që njerëzit e ditur munden me bë më shumë se sa njerëzit e thjesht. Po ju bëj një shembull. Në përgjithësi kur ne flasim për punët e mira, ne hoxhallart përmendim hadithet që na ka tregu pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam, si për shembull nëse shikon që është duke u bë qameti, tamam, dhe ti në dorën tënde e ke një filiz pemet, mbillat. Ose sikurse keni dëgjuar që ai i cili e hap një pus fiton shpërblimet e të gjithë atyre njerëzve që fiton shpërblime për çdo njeri i cili pin tek ai pus, ose kush e mjall një pemë, i shkruhen atij se vapet për çdo kafsh apo njeri të cilët ushqehen prej frutave të kësaj pemë kështu me radhë. Tash i para mendo, pra mor me atë bujkun me atë njeri i cili ka mjall 1000 pemë. 1000 pemë i ka mjall dhe prej këtyne pemëve ushqehen njerëzit, prej këtyne pemëve ushqehen insektet, ushqehen zogjt, ushqehen kafsh, s'ka rëndësi, ushqehen te këto pemë pafund. Dhe tani,
po marrim një mjek i cili si shkak i dijes së tij, i angazhimit me dijen e tij, duke qenë ai prej besimtarve, angazhohet me pështu jetën 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 pra shumë pacientëve. Kush e ka shpërblimin më të madh. Duke mos i mungu asnjë gjë bujkut në shpërblimin e tij, pa dyshim që ju i dini ajetet e Kuranit, ku Allahu subhanahu wa taala në Kur'an pra na tregon se ai njeriu i cili shpëton një jetë, është sikur ketë shpëtu krejt dynjan. E faktikisht ka një rëndësi të madhe shpëtimi i jetëve, ashtu sikur se ka rëndësi të madhe pastaj jo vetëm mjeku, por edhe teknologjia që rrin mbas mjekut për me animuat, tamam, për me shpëtu jetë e njerëzve. E kështu me radhë pastaj inxhinierët apo mësuesit, sikur ato mësuesit tuaj, të cilët janë hapat e parë, janë ato të parë që ju mësojnë ose ju tregojnë hapat drejt shkencës. Vëllezër musliman, po ju bi një analogji të thjeshtë, të gjithë e dim që qendra e botës islame sot është Mekja dhe Medina. Tamam, është ajo Arabia Saudita, aty shikojnë faktikisht që është vendi ku praktikohet më së shumti islami. Por se nëse vërejmë, ka i kanë syt musliman sot, të gjithë thojnë Turqia. Në të vërtetë në Turqia është një vend laik. Turqia nuk e ka një raportin e adhuruesve, nuk duket islami njësoj sikur se duket në Arabi Saudite, po pse të gjithë muslimanët e kanë sot synin ose po thojmë shpresen përveç se ta Allah subhanahu wa taala, pra që ndihma e Allahut mund t'i vi nëpërmjet Turqisë, sepse Turqia vit mas viti për paralelisht me rritjen e fesë është angazhu edhe me rritjen e pozitave të saj teknologjike dhe është ba faktor botnor sot si shkak i përparimit në dije që kanë pas banorët e saj. Sot është një prej qendrave të botës në mjekësi, është një prej qendrave të botës në teknologji, pa dyshim e dini që tregtar si turqit rrallë i gjen, e kështu me rrallë pra tregohet nëpërmjet turqëve modern sot, e Allahu na përmirësof ne edhe ata, tregohet sot ai shembulli që do të kishim dashni me kanë islami, duke mos i thihek asnjë gjë Arabisë Saudite, e cila pa dyshim që është një prej vendeve më të zhvilluara, por se si shkak i një demelizmit që e kam pa dhe vetë me sytë e mi dhe për çfarë u ankoshin bile edhe ato hoxhallar të atjeshëm, tek rinia e atjeshme ndaj lëmive, ndaj nxënjes, ndaj dijes, kanë met mrapa në teknologji sa ata detyrohen me ble atë që të tjerët e prodhojnë. Pra o musliman, njeriu i devotshëm është njeriu i ditun, edhe si shkak i dijes së tij bëhet i pamvarur, duke qenë i pamvarur me vetëm robi Allahut subhanahu wa taala në mënyrë të thjeshtë. Nuk ke nevojë me servilos kuj, sepse ti je njeriu i cili e ke arrit atë mbrojtjen tënde, e ke arrit atë riskun tënd nëpërmjet mundësive që të ka dhënë Allahu subhanahu wa taala ty, e në këtë mënyrë ti je ba njeriu i cili subhanallah, e thot pejgamberi Allah sallallahu alaihi wasallam, aja dorë e cila rrin sipër duke dhënë, është më e ndershme, edhe është më e mirë, më e dashur tek Allah subhanahu wa taala se aja dorë e cila rrin poshtë duke marrë. Asnjëna nuk është dorë e keqe, por se ata të cilët janë burimi i mirësisë, normalisht që kanë shkallë tjetër tek Zoti i gjithësisë, karshi atyne të cilët e presin mirësin tuj. O vlezër musliman, thash pra që nuk është vetëm dije fetare, dhe ka argument Allah subhanu wa ta'ala që edhe njohja Allah subhanu wa ta'ala arrihet nëpërmjet shkencës. Allah subhanu wa ta'ala në thot në Kur'an: Inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Me të vërtetë që në krijimin e qiejve dhe të tokës, në ndrimin e natës me ditën, ka argumenta, ka shenja për ata njerëzit të cilë logjikojnë, për ata të cilët arsyetojnë. Pra o musliman, në qoftë se njeriu arsyeton në krijimin e Allah subhanahu wa taala, ai njeriu në këtë krijim gjen shenjat e Allahut subhanahu wa taala, e ekzistencës të Allahut subhanahu wa taala. E faktikisht o musliman, ajo që i ban njerëzit me kanë musliman të lëkundur është lëkundja në besim.
Fillon e bini a thume tamam mor Allahu, a ekziston Allahu, çfarë fuqie ka Allahu e kështu me radhë, si arrim na bindjen. Një prej rrugëve me të cilat arrihet bindja tek Allahu subhanahu wa taala është nëpërmjet arsyes. Edhe Allah subhanahu wa taala na ka dhënë disa mënyra se si mund të arsyetoj njeriu, dhe një prej atyre është me arsyetu në krijimin e qiellit dhe tokës. Po këtë arsyetim a e bojnë veç ato shkencëtarët e televizorit, ato amerikanë, anglezët, kinezët e kështu me radhë? Për këtë arsyetim flitet? Apo kush duhet me e bë? Vazhdon Allah subhanahu wa taala dhe na tregon se kush janë ata të cilët duhet me arsyetu në krijimin e qiellit dhe tokës. Duke dashur mi dhënë atë spunton, mi dhënë atë startin, mi dhënë atë nxitjen, gjithë secilit prej muslimanëve që mu angazhu me dietë dhe thot: "Alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi as-samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadha batila. Subhanaka wa qina adhaban nar." Kush janë pra ata njerëzit të cilët duhet me arsyetu? Janë ata të cilët e përmendin Allahun kur janë në kam, kur janë në najun, kur janë në rat, edhe fillojnë e mendojnë një krijimin e qiellit dhe tokës, edhe më së miri thojnë: Zoti ynë me të vërtetë që ton këtë gjithësi nuk e ke kriju kot. Ne po e marrim vesh këtë gjë pra. Kështu që na ruaj prej zjarmit, na ruaj prej dënimit zjarmit. Pse vjen fill, domethënë mas arsyetimit edhe kërkesa me na ruaj prej dënimit me zjarr? Sepse masi që njeriu fillon dhe logjikon mbi krijimin e qiellit dhe tokës, bindet një ekzistencën, mbi fuqinë, mbi përsosjen e atij i cili ka kriju me dije tan këtë gjithësi. Dhe në këtë mënyrë angazhohet me shpirt e me trup. Pra angazhohet me shpirt e me trup, duke ninu, duke bën punë të mira, duke lexuar Kur'an, duke përmend Allahun subhanahu wa taala, pra duke i bën të gjitha ata punë për të cilat Allahu subhanahu wa taala ka premtuar shpërblim edhe ka premtuar mëshirë, duke i ruajt robërit e tij nga dënimi i zjarrit. O vëllezër musliman, një prej atyre shkencëtarëve të shekullit kaluar, e ndoshta me të vërtetë që në shekullin e kaluar gjejmë për atyre shkencëtarëve që kanë një lidhje më të afërt me shpirtëroren, sot njerëzit janë bërë pak më materialista, Allah na uzoft, thonë që ekzistenca e shpjegimeve matematikore për krijimin e universit tregon që ka një rregull, dhe këtë rregull e ka vendos, tamam, ai i cili ka vendos ligjet matematikore, shkencore, si do një po i qujmë ata, të cilat e shpjegojnë universin. Pra sikur universi të mos shpjegohej në mënyrë të logjikshme, atëherë mund të themi që nuk ekziston ajo logjika e cila e ka kriju universin. Po përderisa ky univers shpjegohet matematikisht, atëherë tregon që është ndërtu jo nga kauzi, por se është ndërtu nga një inteligjencë superiore, e padyshim që ajo është Allahu subhanahu wa taala. Mu përëndësin e dijes, pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar një dua: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan ta'iba wa amalan mutaqabbala. O Allahu im, unë të kërkoj ty që të më japish dije të dobishme. Subhanallah. Dije të dobishme, pra një dije e cila ka me më shërby, me ba punë të tilla që kanë me ma zbardh faqen para njerëzve, para prindve, para mësusave, para hoxh, para marë muslimanve, edhe para Allahut subhanahu wa ta'ala. Dije e dobishme, dije me cilën kam me punu nesër, ka me më shërby, dije e dobishme, dije e cila ka me ma ndriçu rrugën drejt punëve të mira, dhe ka me më tregu që shiko se një këto janë ata punë të këqija, këto janë ata punë të cilat nuk shërbej, nuk na duhet me i bë. Rizqan taiba, një rizq të mirë, rizq i cili ka me na knaq, rizq i cili nuk ka me na munu, rizq i cili ka me na shërby, që ne me na ngri të gradat në dynja,
tamam duke qenë për njerëzve të mirë, kush është për njerëzve të lartë në dynjë normalisht, që është edhe për njerëzve të lartë në ahiret, pra një risk cilin e shpenzojmë, pse jo për hatër të Allahut subhanahu wa taala, e një risk i cili na bën kupraca, një risk i cili na mundon dhe nuk na shërben, por se shpenzohet paja njat lezetin, e gjithashtu padyshim prej punëve të pranuara, se o musliman në qoftë se punët tona nuk pranohen, atëherë dën me thanë që kena punu kot. Gjatë këtij bashkëbisedimit ton, pra keni ndëgjuar një paralelizëm midis devotshmërisë, dijes dhe punëve. A me të vërtetë domethënë kanë kaq shumë rëndësi këto punë në iman? Do ta mbylli duke ju kujtuar një hadith pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i cili thot imani i ka 70 sa ose 60 sa ose 70 sa deg. Ma e larta prej këtyne degëve është me dëshmu që nuk ka Zot, nuk ka hyjni, nuk ka perëmi përveç Allahut, dhe se Muhamedi është i dërguari i Allahut. Kjo është ma e larta e punëve që mundet me bërë robi i Allahut. E pastaj më e ulta e këtyne punëve është me e bën një punë thjesht që është me e largu një pengesë nga rruga. Por se pastaj kur na ka foli dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam për degët e këtij imani, thamë pra në 60 sa ose 70 sa ka përmend punë të gjymtyrëve, ashtu sikurse punë të zemrës, në mënyrë të tillë që njeriu me e pas imanin e tij sa më të plot. Kështu që o musliman, o ju nxënësa të kësaj shkolle të bekume, e cila bart amanetin pejgamberik, duke i mundësu bijve tanë që përveç atyne mësimeve tradicionale që mësojnë në shkollat e tjera, të mësojnë edhe edukatën fetare, jepi një rëndësi këtyne viteve që po kaloni dhe mos bani gara kush është nxënësi më i keq, por se bani gara kush është nxënësi më i mirë. Mos t'ju vi turp me kanë nxënësat të 10-tave, se me kanë nxënësi i keq ban shkollaj, nuk mëson, edhe nuk ke për ç'a mu livdu, kurse me kanë nxënësi 10-tave duhet mu mundu, e normalisht ata që mundohen dhe kanë rezultate, ato kanë pse mu livdu. Mos t'ju vi turp pra me kanë për nxënësave të mirë, po t'ju vi turp me kanë për aty nxënësave të këqij, aty nxënësave të dopt, të cilë nesër do të bëjnë punë të rëndomta dhe nuk do t'i shërbejnë familjes së vet ashtu sikur se duhet, nuk do t'i shërbejnë komunitetit të vet ashtu sikur se duhet. Pa dyshim o ju mësues, Allah ju shpërblef me të mira, e kuptoj që në atë përditshmërinë tuaj shpesh herë puna bëhet monotone, edhe mu puna bëhet monotone, gjithkujt i bëhet puna monotone, po ju jeni ato trashëgimtarët e pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhe puna juaj është një punë e cila padyshim përveç se ju jep mundësinë me marrë një rrogë të mirë, ju jep mundësinë me marrë një shpërblim të papam. Shpërblimi i mësuesave është me të vërtetë shpërblimi me u pas zili, sepse na ka tregu pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam se kush e mëson një traditë të mirë dikuj, ka me marrë shpërblimin e gjithë se cilit që punon me atë tradit. Pra ju i mësoni nxënësat tuaj, për sa kohë që nxënësat tuaj të punojnë ma që i keni mësu ju, Allah subhanahu wa taala ka më dhënë shpërblim atyne, ashtu sikurse edhe ju e asnjëri nuk do t'i muhoj gjanë në shpërblimin e tij. Pra, shpërblimi që ju takon është i madh, ne si prind nuk mundena me ju dhënë kurr. Ju falenderojmë, e lutim Allah subhanahu wa taala që çdo ditë t'ju frymëzoj në mënyrë të tillë që të bani ato mentorët e fëmijëve tanë, duke shpresuar që këto fëmijë të bahen për atyne burrave, për atyne grave që kanë me kanë shtyllat e Shqipërisë të re, të cilën ne vazhdojmë me dëshiru, po akoma nuk e kena pa pse nuk kanë lidh ato burra e ato gra, të cilët e do ta rinovojnë këtë atdhën ton, duke e bën ma besimtar, pa dyshim si shkak i besimit, pastaj do të na vinë të gjitha të mirat. Walhamdulillahi rabbil alamin, as-salatu was-salamu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Allah ju a pas pranua agjërimin e sotëm.